Përshëndetje të dashur shikues, por i takohemi përsëri sot me emisionin Një çaj prej shtëpisë. Faleminderit shumë për të gjitha komente që më sillni për të ftuarit, faleminderit shumë që vlerësoni të ftuarit të cilët janë pjesë të këtij emisioni dhe unë me shumë dashuri po i sjell pranë jush. Pikë së parë, njëherë falemderojmë ato të cilët sponsorojnë këtë emision, sponsorin ton general Proflaster Galabau me qendër në ti në Gjermani, gjithashtu edhe butikun që kujdeset çdo ditë për veshjen time, butikun Efeti në Gostivar, Efeti Men, Efeti Woman, që mund të gjeni veshje vërtet të mrekullueshme, ato të cilat i veshun, por edhe shumë zgjedhje të tjera. Ju falemderit shumë për besimin dhe që na qëndroni besnik. Sot, këtë emision do ta nis me një të ftuar shumë special. Ju të gjithë e njihni, është një personalitet që po na dhuron çdo ditë nga inteligjenca e tij, nga vlera e tij si njeri dhe që po bën tabu për popullin e tij në vendin ton. Kush mund të jetë ky njeri? Më mirë se Remzim Mehmeti nga Kërçova në Tetov. Faleminderit që pranoi ftesën dhe je pjesë e emisionit tim. Faleminderit ju për ftesën, po ashtu për një prezantim kaq të bukur. Të lutem, ju e meritoni. Ju jeni edhe nën kryetar i Partisë Aleanca për Shqiptarët, gjithashtu tashmë edhe shef shtabi për herë të dytë. Çfarë ndjesie të sjell kjo? Ndjesinë e të qenit në krye të detyrës, si çdo njeriu i cili gjithmonë është në kërkim të bërit të gjërave, të realizuarit të obligimeve që i merr. Zakonisht ndodh që në çdo cikël të vlerësohet se është më i rëndësishmi se tjetri, sepse gjithmonë rrethanat janë të tilla politike. Dhe mendoj se janë zgjedhje tepër të rëndësishme, ku edhe organizimi do të jetë shumë i rëndësishëm për rezultatin përfundimtar. Njerëzit të njohin gjithmonë atë politikanin çfarë ti ke treguar në televizione, emisione debative, emisione të ndryshme, por nuk e njohin Remziun dhe jetën e Remziut, prandaj unë të ftova dhe doja të flasim pak jashtë asaj çfarë të njeh publiku. Na fol pak si është jeta e një politikanit. Mvaret për cilin profil politikanit flasim. Për profilin tuaj. Kemi kategori të ndryshme të njerëzve që merren me politikë. Njëra kategori është ajo që duan të fitojnë diçka nga politika dhe tjetra kategori është ajo që duan të japin diçka politikës. Unë vlerësoj që bi në kategorinë e dytë. Kjo jetë e një politikani të këtill i ka vështirësitë e veta të shumta, por sigurisht që ka edhe kënaqësinë e vete kur e shef që ajo ka efekt në kuptimin e masave të gjera. Pasi që fëmijët gjithmonë ndjekin hapat e prindërve, sa do t'i sugjeroje fëmijët tuaj të merren me politikë? Do të varesht nga qëllimi, përsëri e lidh me këtë paraprakisht që sapo e thash. Nëse do të krijohen si karaktere të tilla që do të duan të marrin përsipër punë publike, gjithsesi veprimtarinë politike, me qëllim për t'i dhënë diçka shoqërisë, do t'i sugjeroja. Madje të tretë do t'i sugjeroja, ndoshta edhe në subjekte të ndryshme. Politike. Juve sa fëmijë keni? 3. 3 fëmijë. Talentet e tyre janë zbuluar, apo akoma janë të vegjël, apo janë akoma në hapat e parë të talenteve? Bora është më e madhja, i ka 12 vite, është një nxënëse, është super shkëlqyeshme, përveç mësimit ka dhe talentet të tjera, kryesisht që i flen më tepër nga talentet është këndimi. Ari është 8 vite, domethënë është nxënës i mirë, i përkushtuar, matematikën dhe vizatimin. I ka 2 gjëra, 2 segmente që dallon nga të tjerat ose që i ka më përqefi. 2 segmente të rëndësishme. Po, ndërsa Noli është vetëm 5 vite, ende nuk e di me si do të jetë si nxënës. Futbolli është ajo që e pasionon. Kush ka bërë përzgjedhjen e emrave, pasi patëm Borën, Hari dhe Noli, janë 3 emra të veçantë, që jo që i dëgjojmë shpesh në përditshmëri? Shoqja merr më shumë kredite të emri i Borës. Ari është kombinimi i përbashkët për t'i dhënë kuptim si ar, domethënë si metal i shtrenjtë, po ashtu është edhe kombinimi
i shkronjës parë së bashkëshortes dhe shkronjës parë times, dhe Noli është përzgjedhja ime. Ato uroj që të kenë suksesin e të rriten me shëndet dhe të realizojnë ëndrat e tyre në jetë. Shpresojmë që të bëhen si babi suksesshëm. Unë shpresoj edhe më suksesshëm. Pasi që jeta të ka sjellë që të arrish në shkallë të larta, normal që ke patur edhe momente të cilat në jetë nuk harrohen asnjëherë. Cili do të ishte një moment që ti do ta veçoje për shikuesit tan, momenti jot i paharrueshëm? Jeta nuk është atë statike. Qoftë ai pozitiv apo ai pjesërdimshme. Shumë dinamike është jeta. Dhe nuk e besoj që është e lehtë mundet në një moshë 39 vjeçare, se që jam unë të veçohen vetëm disa momente, sepse dinamika e jetës e zhvillimeve njeriu e përball shpesh me momente të rëndësishme, qofshin ato pozitive, qofshin ato të vështirësive. Në këtë drejtim do të mendoja se nuk ka qenë edhe aq e lehtë vendimi përfundimtar i imi për ta marrë që të merrem kaq fuqishëm me politikë në instancat më të larta. Jo që kam qenë larg kësaj veprimtarie, kam qenë edhe më herët se të më njohej publiku, por kryesisht kam qenë pjesë e ngjarjeve të ndryshme në jetën publike, qofshin ato shoqërisë civile, subjekteve politike, ku kam kontribuar me modestinë time, me mundësinë time, me takatin tim, por jo duke qenë në ballë. Do të thonë, kur u pri gjërave, është pak më vështirë, më me përgjegjësi, dhe sigurisht ajo bart me vete edhe një sër pengesash. Keni vite që merreni me politikë? Si ka nisë kjo historia politikës, se shumë pak e din? Tash varet se çfarë konsiderojmë veprimtari të mirëfillt politike. Është edhe pjesëmarrja në një protest, është edhe pjesëmarrja në një organizim të shoqërisë civile, është edhe pjesëmarrja në një instancë më të ulët të organizimit, apo është vetëm kjo e hyrjes nëpër struktura partijake. Nëse do ta llogarisnim këtë, atëherë do të them që veprimtaria ime është e drejtpërdrejt në kyçet strukturave me kontribut të drejtpërdrejt në subjekt politik, kjo e Aleancës për shqiptarët. Nëse do ta marrim të mirëqen aktivitetin dhe pjesëmarrjen në kontribute të ndryshme të ngjarjeve, atëherë është shumë më e hershme se kaq. Gëzohem. Juve jeni kërçovar. Do të kishim bërë tash një përzgjedhje mes një kërçovari, Strugani, po edhe Dibrani, nga që janë vetë nga Dibra. Cili do të ishte një shoku juaj më i mirë? Një shoku im më i mirë do të ishte një shok besnik, një shok i sinqert dhe një shok korrekt. Do një veçuar nuk kemi? Nuk do t'i veçoja më së pakti me qytetin, sepse unë i shoh raportet njerëzore interpartes shumë më përtej qyteteve, madje shumë më përtej shteteve, sepse janë raporte njerëzore dhe i bazojnë në bazë të këtyre 3 premisave që përmenda. Shumë modest. Modestia mbi të gjitha. Thonë që modestia e tepër është edhe mendje madhësi, por realisht unë mendoj se pavarësisht perceptimeve, njeriu duhet që qëndroj besnik parimeve mbi të cilat i ndërton raportet. Juve jeni edhe shef shtapit, se e kam edhe më parë. Tash më kemi një fushat pak më të vrullshme se sa fushatat e tjera. Sa është e vështirë të menaxhosh fushatën, të paktën në këtë kohë, që po hasemi edhe në shumë problematika? Unë jam shef shtabi për herë të dytë. Kjo detyrë më është besuar, ose jam ngarkuar me këtë detyrë edhe në vitin 2019 në zgjedhjet presidenciale. Edhe nuk është që nuk e kam eksperiencën, edhe pse dallojnë substancialisht, se nuk janë gara të njëjta, nuk është kohë e njëjtë, nuk është momentum i njëjtë. Sigurisht që Aleanca për shqiptarët sot është shumë e fuqishme se dje, dhe sigurisht nesër do të jetë edhe më e fuqishme se sa sot. Është më e lehtë të organizosh sot Aleancën kur ka shumë kapacitete, resurse njerëzore, por përgjegjësia është më e madhe sepse është gara kur Aleanca përfundimisht do të ta fitojë legitimitetin e shqiptarëve në Maqedoni. Në rrjetet sociale, gjithashtu edhe në përditshmërinë tuaj,
njerëzit janë shumë kureshtar dhe kur kam shpreh që do të kem të këtuar Remzi Mehmetin, bëja këtë pyetje të lutem. Dhe unë kam për detyrë që tani të bëj një pyetje. Ziadin Selën e keni shok apo e keni kryetar partie që ta shuajmë këtë? Do të përgjigjem më shumë duke ju referuar aspektit kronologjik të njohjes se sa asaj substanciale. Do të thoja që e kam fillimisht bashkë rrugtar, pastaj e kam bashkë rrugtar si e në koncepton? kuptimin politik, pastaj e kam udhëheqës politik shumë të denj, dhe të dyja këto si konstatim nxjerrin që e kam edhe një mik shumë të ngushtë. Tash nga partia juaj rrjedhin disa lajme që disa nga politikanët janë dhe familjarë dhe i japin poste njëri tjetrit. Sa qëndron ky fakti vërtet? Absolutisht jo. Sepse do të merreshte e mirëqen në këtë formë, siç mund të thuhet, nëse dikush do të vendonte një familjar të vetin pa e njohur kurkush dhe pa bërë asgjë në veprimtarinë politike. Por nëse ndodh që një familjar është prej fillimi dhe jep maksimumin për atë subjekt, ai më nuk është familjar i të parit, por është aktivist shumë i rëndësishëm. Dhe rastet e këtilla kemi edhe në shtetet e tjera, që niveli i demokracisë është më i lartë, kur ka ndodhur që vllau me vllaun të jenë njëri kryetar shteti, tjetri kryetar i opozitës, ose njëri kryetar i pushtetit, tjetri kryetar, ose kemi rastin në Shqipëri të LSI-s kur prezidenti ose bashkëshortja e presidentit është kryetare e partisë, sepse janë bashkërrugtar në kontributin, themelimin dhe ngritjen e një subjekti politik. Prandaj teza e familjarizmit bie tërësisht këtu. Pas jemi te kjo pyetja mes familjarëve, do të bëj një pyetje. A mendon që Maqedonia nuk e ka politikën aq demokratike sa duhet ta ketë krahasim me shtetet tjera në Ballkan? Fatkeqësisht Maqedonia nuk e di a e ka ende shkronjën D nga niveli i demokracisë apo nga kuptimi substancial i nocionit demokraci. Në qoftë në kuptimin e zhvillimit të politikës, qoftë në kuptimin e zhvillimit të institucioneve. Pas jemi te pjesa e politikës, si çdo njeri publik normalisht, edhe profesioni juaj ka ato shoqëritë e veta. Më thuaj cilin nga partia juaj e keni më shok dhe cilin e ndjeni nga partitë e tjera, të paktën më konkurentin tuaj në pjesën e politikës? Pyetje të cilës sigurisht nuk mund t'i përgjigjem vetëm me një fjali, sepse raportet janë nga më të ndryshmet. Do përpiqem në mënyrë parimore të përgjigjem. Do thonë t'jeni të bindur që shumicën absolute të bashkëpunëtorëve të mi në partinë time dhe të aktivistëve unë i kam edhe miq, por edhe nga subjektet të tjera t'jeni të bindur se unë në politik kam hyrë jo për të thelluar hendekun dhe ndasit midis njerëzve, aq më pak për të bërë betejë personale me cilin do qoftë, thjesht politikën e kuptoj si një kauz, si një mendim, si një kontribut që mund ta japish në shoqëri dhe të ngadhnjesh kundrejt një subjekti tjetër i cili nuk ka arritur të përmbushë atë që ka premtuar. Dhe në sajet e kësaj, unë në një distancë ekuivalente i ruaj raportet korrekte gatise me të gjithë, me përjashtim të dy kategorive, ata që din të shkelin për te vijave të kuqe me format të ndryshme të sjelljes arrogante në publik, duke u marrë me gjërat që nuk janë të hishme për mendimin tim, dhe sigurisht ato politikan, pavarësisht nga cili subjekt politik janë, për të cilët me dëshmi del në opinion që janë keqpërdorues të mirave të përbashkëta dhe të përgjithshme. Por konkurenti juaj? Konkurenti mendoj që e ka humbur këtë barometër të maturit të gjërave. E dini që ja tash jemi në prag të zgjedhjeve lokale, konkuron pothuajse me 90% të njëjtive kandidat, të cilët kanë sjell në gjendje shumë të mjerueshme qytetet që kanë udhëhequr deri tash. Juve keni gëzuar 2 poste. Një herë si ministër i transportit në qeveri,
Dhe tash si nënkryetar në Partinë Aleanca për Shqiptarët, cili do të ishte posti juaj më i pëlqyer dhe më i miri për ta punuar? Sigurisht që në pozicionin e të qenit nënkryetari subjektit jam në periudhë shumë më të gjatë, ndërsa si zëvendës ministër i transportit ishte një periudhë fare e shkurtër. Të dyja janë me përgjithësi të mëdhaja, të segmenteve të ndryshme. Në pozicionin e nënkryetarit të partisë ke obligime të tjera, ndërsa në pozicionin e zëvendës ministrit ke obligime e ekzekutive të cilat kanë përgjithësi të tjera. Do të isha sigurisht më komod në pozicionin e nënkryetarit të Aleancës për Shqiptarët, por nuk e përjashtoj njëra tjetrën. Gjithmonë të qëndrojmë besnik. Absolutisht. Aleanca për Shqiptarët me zemër. Absolutisht. Juve jeni edhe profesor. Cili është profesioni më i mirë, si profesor apo si politikan? Fillimisht nuk jam profesor, më për fat keq. Ka ca vite që nuk më vazhduan kontratën, kam qenë i angazhuar me kontratë në vepër si asistent dhe ligjërues në fakultetin juridik. Nuk ua vazhduan kontratën për çfarë arsye? Thjesht pa arsye. Rritja e angazhimit politik publik në opozit, si duket ishte arsyeja e cila nuk u tha, por thjesht dha rezultatin me mosvazhdimin e kontratës. Mendon që kjo dëmtoi? Si tip Besoj që pakmarrje? po, jam i bindur derisa nuk kam një arsyetim tjetër dhe nuk e kam pas kur për vite me radhë. Sidoqoftë e kam ushtruar për 7 vite e gjysmë, gjithsesi 15 semestra. Dhe tash këtu poshtu jam gati 7 vite e gjysmë në politikë. Nuk e besoj që janë dy profesione që e përjashtojnë njëra tjetrën, sepse të dyja i bëj me shumë pasion. Kështu që pika e përbashkët e të dyjave është pasioni dhe tek të dyja jap maksimumin, prandaj nuk do të mundi dalloja lehtë. Pasi që jeni politikan, keni zgjedhur subjektin Aleanca për Shqiptarët, sa i qëndron faktit se një politikan ka dhe shok në parti të tjera? Keni juve shok në parti të tjera? Tash varet në çfarë kuptimi e trajtojmë ose e kuptojmë fjalën shok dhe mik, domethënë, nëse flasim për raporte shumë të ngushta të ndonjë miqësie, nuk do të thoja që kam ndonjë politikan nga parti të tjera, ndonjë mik aq të afërt dhe të ngushtë. Nëse marrim të mirëqen për një raport me një respekt të ndërsjellë, që të mund ta pish një kafe me gjithë secilin, unë edhe në këtë pikë veproj me atë që veten e bëj të tillë që të mundem gjithë secilin ta shoh në sy nesër dhe me gjithë secilin të këmbej dy fjalë, qofshin ato private, qofshin për problemet përgjithshme shoqërore. Prandaj të them që kam plot miq në të gjithë subjektet tjera politike. Ose më e sakta nuk kam marrë miq. Po ç'të keq që ka në qoftë se ndërtohet një shoqëri shumë e afër mes dy politikanëve që janë nga dy parti të ndryshme? Absolutisht asgjë të keq. Mendoj që politika është zgjedhje personale. Absolutisht asgjë të keq. Në perceptimin tim jo. Më përshkruaj një ndryshimin tënd më të madhin që ke patur ndonjëherë. Kam qenë shumë i qetë, do të thoja, në raportet, në shoqëri, në të gjithë raportet, qofshin ato miqësore, familjare, edhe në raport me ndodhi dhe ngjarjet, dhe pastaj kalimi në një person kaq publik që është në krye të frontit me një sistem të tërë, është një ndryshim dukshëm radikal nga ato të cilët e njohin natyrën e Remziut si natyrë e qiet dhe tash ju del një natyrë revolucionare dhe kjo është një ndryshim që... Si po përshtateni me këtë ndryshimin? A është e vështirë për ju? Për mua jo, sepse unë në vete gjithmonë kam qenë i tillë, por mënyra e të bërit të gjërave ndryshon sa herë. Thonë, qëllimi ngelet gjithmonë statik, varet rruga dhe mënyra se si përpiqesh dhe kontribon për të arritur qëllimin. Pas jemi të sfera politikës, problemet në shtet janë
jo vetëm në shtetin tonë, por në të gjitha shtetet janë të ndryshme. Cili do të ishte ai problem që do të përsëriteshte përsëri tek shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut? Janë shumë defekte. Dhe kjo buron ndoshta nga fillimi i të bërit shteti pavarur Republika e Maqedonisë së Veriut. Jam vendosur konturat në mënyrë të zhdrejtë, ke problemet etnike në njëra anë, që shumica ose subjektet politike që përfaqësojnë shumicën, gjithmonë për mbjetesën e tyre vetëm politike, kanë shtypur këndej shqiptarët që i llogarisin ato pakicë, dhe kjo zakonisht ka prishur një balans që në një shtet normal nuk do duhet të ishte kështu, sepse subjektet politike do duhet mateshin me premtimin e bërë dhe me realizimin e premtimit të bërë, gjithësisht me atë që në filozofi njihet si morali politik, dhe jo me atë se cila do të shtypi më shumë tjetrën. E dyta, shpesh herë është problemi edhe të vlerësimi i masave kundrejt asaj që në të vërtet bën subjekti politik ose politikani i caktuar. Më thonë, shpesh dim ta masim në mënyrën e zhdrejt, dënojmë dikënd për një punë që nuk e ka bërë, por as nuk e ka premtuar, shpërblejmë dikënd për një punë që e ka premtuar, dhe se ka bërë, por vetëm për faktin që e ka premtuar. Pastaj, ajo që bëhet klishe shpesh dhe është një defekt bukur i mirë, zakonisht pushtetet e dështuara, kur e din që nuk arrin do të marrin më mbështetje nga masat e gjëra popullore për punët e mira që kanë bërë, ato përpiqen të relativizojnë subjektin tjetër konkurrent, duke krijuar mjegull dhe huti për të futur të gjithë në një thes, për të dukur të gjithë se janë të njëjtë. Dhe këtu patjetër më duhet ta citoj liderin e aleancës dhe mikun tim, i cili thotë se mund të jemi shumë më të mirë dhe do të jemi sigurt, mund të jemi edhe më të këqij, por ama mbaras të njëjtë mos na quani, sepse nuk jemi. Ato janë me 20 vite pushtet, ne jemi vetëm me 6 muaj pushtet. Ato janë me një rrugë tjetër politike se si kanë arritur deri këtu, ne jemi me një rrugë tjetër politike. Do të thonë, ka një dallim të dukshëm midis dy taboreve momentalisht konkurrente në skenën politike, para së gjitha është tek shqiptarët. Pasi e te pjesa e premtimeve, sa u qëndroni juve premtimeve të dhëna ndaj të tjerëve, po edhe ndaj vetes? Kjo është tash për mua pyetja më e lehtë që mund ta jap. Para 3, 4, 5 viteve kisha të vështirë, sepse nuk kishim dëshmi mbi atë që kemi premtuar dhe kemi bërë apo se kemi bërë. Tashmë nuk jemi edhe aq të rinë skenën politike, kemi plot gjëra të cilat i kemi premtuar, pastaj i kemi realizuar dhe sot ndihemi shumë krenar për atë. Do të veçoja 2 vetëm, më aktualja është ajo e ligjit të shtetësisë. Në kampanjën e kaluar të parlamentareve e kishim një nga premtimet kryesore se do ta bëjmë ligjin për të marrë shtetësi me 10 mijëra qytetar të Maqedonisë, pavarësisht etnive që kishin problem me shtetësinë. Më herët premtuam ligjin e gjuhës shqipe dhe dini që me ultimatum në kohën kur ishim pjesë e qeverisë, arritëm që ta kalojmë edhe atë. Jemi subjekti i vetëm që na dallon nga të gjithë të tjerët që kemi lëshuar qeverinë për parime, derisa të tjerët me çdo kusht shkelin mbi parimet e tyre për të qenë pjesë e qeverisë. Kemi premtuar që do të qeverisim në shërbim të qytetarit dhe për atë kemi dëshmi me 3 komunat tani që i kemi. Me një fjalë, nuk kemi ndonjë nga premtimet kyçe që ja kemi dhënë votuesit, na ka dhënë besimin në emën të atij premtimi dhe ne të mos e kemi realizuar. Dhe sigurisht nëse ka ndonjë të tillë që nuk e kemi realizuar, është si pasojë se ende nuk e kemi fuqinë e mjaftueshme të votës, të cilën na i vodhën sipas të gjitha parametrave në zgjedhjet e kaluara për të bërë edhe më shumë. Tani mbas fitores 17 tetorit, jam i bindur që do të bëjmë edhe më tepër. Po ndaj vetes, si qëndroni me realizimet? Tash këtu patjetër më duhet të them një gjë se më jepet mundësia. Zakonisht në jetë deri më tani të gjitha ato pika
kryesore ose qëllime të vëna vetes nuk më kanë ngelur pa e arritur. Mund ta them se asnjërin me lehtësi, të gjitha me shumë vështirësi, ndoshta më vonë se sa i kam menduar, ose jo në kohën e dur, ose jo përmes rrugës që kam menduar, por megjithatë kam dalë në fund tek synimi dhe qëllimi të cilin ja kam vënë vetes. Ajo që më tërhoqi vëmendje që pare përmende një fjalë, morali i sinqert. Ka politika moral të sinqert? Thash morali politik është nocion në filozofi. Po nëse do dalim te pjesa e politikanëve. Kjo është edhe më bukur, kjo është edhe më bukur që e thatë, domethënë moral, sinqeritet. Unë mendoj edhe mendoj fuqishëm Ku bazoheni në këtë fuqinë e pos? Politika duhet të ishte njëra nga sferat ku më së shumti duhet vinë shprehje morali dhe sinqeriteti. Sepse del në masat gjëra, ofron zgjidhje shumë dimenzionale për segmentet ndryshme dhe njerëzit të besojnë. Thonë, dhënia e një vote është një besim shumë i madh, sepse ai përmes votës të beson nesër arsimin, të beson shëndetësinë e vete, të beson ambientin, të beson sigurinë, të beson drejtsinë. Dhe nëse do duhesh të diku të ketë shumë moral dhe sinqeritet, do të ishte pikërisht politika. Dhe mund të bëhet. Po, unë mendoj që mund të bëhet, sepse ne nuk na ngelet tu të zbulojmë diçka të re. Ne mjafton t'ju referohemi shteteve të cilat funksionojnë shumë më normalisht në këtë sferë. Për një aferë, atje jep dorëheqje ndoshta kryeministri, ndërsa këtu për skandalet përditshme nuk jep përgjegjësi askërkush. Kjo është pjesa e moralit. E dyta, ajo e përgjegjësisë është përgjegjësia penale juridike, ku përsëri nuk përgjigjet kërkush, sepse prapë nga një politikë jo e sinqertë dhe jo morale, dëmtohet dhe kontrollohet një sistem i tërë i drejtësisë. Dhe kjo përpasoj pastaj vjen sjell atë që qytetari humb besimin në institucione dhe dëmtohet fuqishëm ajo që quhet kontrata shoqërore që qytetari e lidh me pushtetin. Dhe kjo pastaj krijon defetizëm, mossiguri dhe përpasoj e kësaj vjen largime të shumta, vjen mosqasja serioze ndaj asaj që ndodh. Dhe nëse do duhesh të diçka më urgjent të instalojmë të gjithë aktorët në skenën politike, do të ishte pikërisht sinqeriteti dhe morali politik. Dhe unë mendoj që ne si Aleancë për Shqiptarët bukur mirë jemi duke kontribuar në këtë drejtim. Cili është vendimi më i vështirë që ke marrur në punë gjatë gjithë karrierës tënde si politikan? Nuk di a jam i gatshëm në këtë moment ta veçoj një vendim. Përsëri do t'i kthem të përgjithshmes, do të them që zakonisht për mua më e vështirë është kur kam një gjë për të dhënë e të njëjtën njëkohësisht duhet t'ua jap vetëve. E këto janë vështirësitë më të mëdha për mua si person. A ka patur momente që je lodhur fizikisht apo shpirtërisht, se fizikisht lodhesh çdo ditë, por të paktën shpirtërisht dhe ke menduar që të heqësh dorë nga politika? Nga lodhja asnjëherë jo. Po të paktën nga situatat, nga momentet? Ka momente, ka situata dëshpëruese, po janë më tepër të natyrave të tjera, të cilat edhe ndoshta i folëm më herët në pyetjet e tjera. Janë momente kur pret, kërkon ose investon maksimumin që të arrihet më shpejt qëllimi i vënë, ajo vonohet dhe kjo mund të jetë një moment dobësie kur njeriu mund të përballet me pikpyetjen e asaj se a ja vlen as ja vlen. Do të mirë, po megjithatë në fund të ditës kur e bën rezumen e gjithë asaj se sa ke kontribuar dhe sa është arritur, ju të mbush me energji përsëri dhe rikuperohesh të nesër me vazhdo njëjtë. Cilat për juve janë vendimet më të vështira për të marrur? Vendimet për shoqërinë janë të vështira sepse... Pse për shoqërinë janë të vështira? Sepse shoqëria nuk percepton njëjtë
të me thonë percepton masat, në këndvështrime të ndryshme, shef gjerat, dhe marrja e një vendimi, sigurisht që asnjëherë nuk është i pëlqyeshëm nga të gjithë kategoritë, thonë vendime të marrura për jetën publike, kam fjalën, për shoqërinë, për institucionet cilat kapin një rrezë më të gjerë të veprimit, do të jenë gjithmonë ato nga më të vështirat, më të maturat, dhe do gjithmonë të vinë si produkt i një analize bukur të thellë se sa është profitabile për shumicën dhe sa mund të jetë e dëmshme. Çfarë ju bën juve të jeni efektiv? Mosdorëzimi. Në ç'kuptim? kuptim? Mosdorëzimi në kupton që edhe kur mund të dështojsh në një betejë, mos dorësohesh nga humbja e luftës dhe dyta pasioni. Çdo punë mund të jetë e suksesshme kur jep maksimumin, por është e super suksesshme kur atë punë e bën edhe duke dhënë maksimumin në angazhimin objektiv, por edhe duke gërshetuar me pasionin. Do se gërshetohen këto dy formula, nuk ka mundësi që një punë mos jetë e suksesshme. Mos jetë efektive. Absolutisht. Çfarë suporti do të ishte nevojshme të jepni vetes pikë së pari, por edhe partisë tuaj për të qenë të suksesshëm? Mendoj se sa po e thash, angazhim, vigjilencë, përkushtim, pasion dhe të gjitha këto premisa të cilat na bëjnë gjithmonë të jemi më të arsyeshëm në të gjykuarit e gjërave dhe përmes kësaj mund të ecim përpara në të gjithë segmentet, bashkërisht si shoqëri. Çka duhet të them me këtë? Derisa është suport, mbështetja me votë në kuptimin e asaj që ofrojmë si platformë dhe si ekip, po ashtu do të ishte suport nesër, mos mbështetja me votë nëse devion nga ajo që u premton. Domethënë vetëm duke qenë më të shkathët, ashtu siç e do rregulla e demokracisë, ne vetëm përmes kësaj mundemi të përparojmë më shpejt. Cilat janë 3 gjërat që të kanë dhënë kënaqësinë e paharruar? Mi veço 3, jo më shumë. Për njëherë nuk kam asnjë dilemë, domethënë lindja e fëmijëve, nuk do të thoja në mënyrë të veçantë as i pari as i dytë. Thjesht për mua ajo është një gjë që më jep dhe më ka kënaqësinë e paharruar. E dyta? Vlerësimi i njerëzve për punët që i bëj, të domenit publik sigurisht. Dhe e treta? Dhe treta, mirë kuptimi maksimale i familjes kur edhe i mungoj për arsyet veprimtarisë që bëj. Pas hyrjes e familja, ka pat moment që bashkëshortja juaj ka kërkuar që ju të hiqni dorë nga politika? Të jemi sinqert, nuk do të thoja që ka kërkuar në mënyrë kategorike, por periudha në cilën kemi kaluar, e keni parasysh, kemi ngritur një subjekt nga zero, përmena 7 viteve, deri në nivelin që të fitoj legitimitetin, dhe kjo është përcjellë dhe shpesh me shumë vështirësi në kuptimin e angazhimit të tepërt që është dashur të jepet me orë të tëra, dhe kjo sigurisht që ka krijuar atë mungesën time në familje, si krye familjar, si prind, ju ka munguar edhe fëmijëve, sigurisht edhe bashkëshortes, prandaj e vuna tek pika e tretë si një gjë që më bën të ndihem mirë se në fund ditës kam qenë prapë i mirë kuptuar. Sa kohë ndani ju me fëmijët? Varet nga periudha. Tani kur aktiviteti është në kulm, shumë pak për fat keq, por ka periudha dhe më të qeta kur përpiqem ta kompenzoj të njëjtën. Fëmijët anojnë më shumë nga babi apo nga mami? Si janë raportet? Edhe kjo varet në cilën periudhë. Atëherë kur unë mungoj më shumë, ato anojnë nga mami, kur unë jam më prezent, anojnë nga unë, por në qoftë se marrim summa summarum, përsëri është bashkëshortja ajo që është më pranë atyre në
dimensionet dhe sigurisht që e ndjen më afër. Pasi folëm në fillim për talentet e fëmijëve, unë do të kthej prapë tek talentet e fëmijëve. Sa inkurajoni talentet e tyre, të paktën sa i mbështetni? Bëjmë maksimumin në këtë drejtim, bashkë me bashkëshorten sigurisht, sepse asaj mundson edhe koha që është më afër me ato. Jemi si dy prind, përpiqemi të jemi të arsyeshëm, natyrisht edhe të përgjegjshëm. Duam që t'i stimulojmë në talentet e tyre dhe jo t'u devijojmë pasionet dhe talentet, sepse konsiderojmë që është e gabuar. Me thënë, nuk mund ta shohësh fëmijën ashtu si do ti tjetë, po thjesht do ta ndihmosh në atë si është ai dhe çfarë do të arrijë. Dhe në këtë drejtim bëjmë mirë atë sa i kemi mundësitë. Qëndrojmë këtu tek talentet. A mendon që në vendin ton, krahasim me vendet europiane, mungojnë shumë vende, pozicione ku fëmijët tanë të zhvillojnë talentin e tyre të sportit, talentin e tyre të notimit, talentin e tyre të muzikës, apo shumë talente të tjera? E them shpesh në biseda private me miqt, ndoshta shembulli mund të tingëlloj edhe jo aq intelektual ose inteligjent, por e them që për shembull ti mund ta kesh nga kërçova ime notusin më të mirë të botës, por ai lind, rrit të zhvillohet dhe kur nuk e kupton që e ka pas atë dhunti, sepse nuk ka ku ta ushtroj. Janë shumë mungesa të cilat i ofron shteti, institucioni komun për jetën normale të qytetarëve, të fëmijëve, dhe kjo pastaj neve na pengon si shoqëri për të pasur kualitetet e duhura, sepse jeta ikën, janë momente të caktuara ata kur mundesh të ushtrojsh apo jo një veprimtari, kur mundesh të zbulosh apo jo një talent të caktuar, nga i cili mund të ketë pastaj lëvërdi e gjithë shoqëria, edhe individi i cili arrin, dhe këtu me dhjetra, me qindra të tillë, ndofta dhe shuhem pa e ditur fare se mund të ishte një talent. Ma përshkruaj një ditën tuaj familjare, një drekën tuaj familjare, si është dreka pasi që jeni dhe fytyrë publike, a jeni kjo fytyra publike e këtyre drekave të luksit, apo është një drek tradicionale me ushqimet kërçovare tradicionale, apo një hamburgeri shpejt sepse të ze rruga, si është dreka juaj? Do e nisja nga e fundit, domethënë, më shpesh më ndodhen kjo, sidomos në periudha të këtilla të angazhimit, por zakonisht kur jam në shtëpi, kur kam mundësi të jem në shtëpi, më shumë preferoj të drekoj apo të darkoj në shtëpi bashkë me familjen. Tash për të tingëlluar bukur do mund të thoja që herë unë gatuaj, herë bashkëshortja, po kjo s'do të ishte korrekte fillimisht ndaj bashkëshortes, pastaj edhe fëmijët sigurisht do të ndëgjojnë dhe do shohin që nuk përgjigjen në mënyrë korrekte. Më ndodh rrallë për qejf, domethënë, për dëshirë të fëmijëve që unë të ndërmarr ndonjë hap të atill, por nuk shquhem që jam ndonjë mjeshtër i gatimit. Zakonisht gatuam bashkëshortja dhe më tepër jemi nga kjo e thjeshta, modestja, tradicionalja, sepse sesa ajo e ndonjë luksi, përveç se në raste kur dalim jashtë kërçovës, ndonjë pushim, ndonjë vikend caktuar, dhe sigurisht jemi në kërkim për të parë ndonjë vend që kemi dëgjuar se është i mirë për ta vizituar edhe për të ushqyer. Cili është ushqimi që preferon më shumë? Ja thash pares, domethënë jeta të dikton ti jesh nga ushqimet e shpejta, më i destinuar. Nuk është se kam ndonjë preferencë. Çdo gjë Ekstra, konsumoj, domethënë çdo gjë. Nuk është se kam diçka të veçantë. Cili është vendi më i bukur që keni vizituar që nuk do të harroje kurrë? Për të qenë sinqert, kam lëvizur shumë kohë të fundit. Kam lëvizur në shumë shtete. Sigurisht që shtetet e përparuara kanë investuar në drejtim që se cila gjë të jetë më e bukur se tjetra, por edhe ajo varet nga shija e njeriut. Do të veçoja si shtete 2 në kuptimin e gjërave të bukura, është Italia për mua. Kam qenë disa herë, sepse edhe prindit i kam atje.
si shumica e shqiptarëve që i kanë në mërgim familjarët, me ato bukurit natyrore, me detin, dhe shumë gjëra që kam para, që thjesht më pëlqen, dhe Londra ja vlen të veçohet si një kryeqytet që më është dukur bukur i mirë. Po s'mund të përjashtoj as Zvicrën, as Gjermaninë, Vjena është po ashtu e bukur, thjesht do të veçoja Italinë. Juve keni patur një talent, nuk e dia vazhdoni ta ushtroni akoma, po besoj që tani me angazhimet politike kanë larguar atë pjesën shumë. Sporti ka qenë pjesa juaj e preferuar. Na fol pak mbi jetën e sportit, që edhe publiku ta dëgjon. Vazhdoj edhe sot e këtë ditë, kur kam kohë të lirë, të merrem kryesisht me vrap, ndonjëherë edhe me fitness, ndonjëherë edhe me sportin paraprak, kur mund të mblidhemi me miqë, me shokë që të luajmë. Kam qenë volejbolist, profesionist, kam filluar në moshë të hershme në klubin ton që e themeluam dhe që mbante emrin e fshatit ton, domethënë KF Shutova. Është akoma aktiv? Për momentin jo, fatkeqësisht, për momentin me sa e di vepron vetëm klubi Uskana i vajzave të volejbollit, që po ashtu mund thuhet se është një vazhdimsi KV Shutovës, se gati të njëjtit njerëz përpiqen ta mbajnë gjallë. Suksesi më i madh që kemi arritur në klub ka qenë viti 2016, kur unë nuk isha më lojtar aktiv, sepse pushova pushova duke luajtur hoxhador në vitin 2008. Në 2016 në arritëm që t'jemi kampion të Maqedonisë dhe fitus të kupës të Maqedonisë me ekipin e volejbollit të Shutova. Unë isha drejtor sportiv, domethënë, në atë kohë. Më herët kam qenë edhe kapiten, dhe si kapiten kam qenë edhe lojtari atij klubi. Po në 2008-ën, aqë, më thonë, edhe mosha e bërit vetën, edhe ca lëndime që janë gjithmonë të mundshme në sport, edhe si pasojë e kësaj më desh të largohem. Për mirëmbajtjen e trupit përdorni palestrën apo thjesht përdorni një dietë konstrakte çdo ditë? Përpiqem t'i kombinoj, sidomos në kohë kur nuk mund t'u përkushtohem në maksimum asnjërs. Kur kam më tepër kohë, përsëri i kombinoj bashkarisht, domethënë, vrapin, palestrën, por edhe kujdesin në ushqim. Po them, nuk e besoj që jam aq i rrep, domethënë, bëj edhe kompromis me veten në momentet caktuara. Sa i pëlqen i brandet? Të paktën xhinset me firmato apo atletet firmato, sa qëndron Remziu në këto pika? Jo, nuk është që jam shumë i pasionuar mbas këtyre gjërave, thjesht unë mjaftohem me një palë tesha të cilat më bëjnë të ndihem komod dhe aq. Politikanët i shohim gjithmonë me atë forcën e tyre, me pjesën e qëndrimit statik, fytyra e tyre e vrasht. A janë të ndjeshëm politikanët? A qajnë politikanët ndonjëherë? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Dhe madje edhe ato që më së shumti përpiqen ta aktrojnë se nuk e bëjnë një gjë të tillë. Si e percepton ta aktrojnë? Po, mendoj që të dalurit në skenën publike e gjithë secilit jo gjithmonë përcillet me originalitetin e vet. Ka që janë më original, ka të cilët luajnë rolin, bëjnë detyrën siç duhet. Por atë duke u nisur nga parimi se të gjithë janë njerëz, janë fëmijë të dikujt, prind të dikujt, bashkëshort të dikujt, miq të dikujt, kjo i bën të jenë edhe emocional, të jenë edhe të sinqert në momentet të caktuara. Ose si thatë, të qajnë apo të qeshin më shumë se sa që duhet, apo të qajnë më pak se sa që duhet. Dhe këti besoj se do t'jetë jeta e gjithë secilit që është në skenën politike. Pasi që jemi të pjesa emocionale edhe të pjesa e familjes, si është të jesh një baba? Ç'kuptim ka për ju
Fjala baba. Fillimisht i bekuar dhe i uruar nga Zoti, dhe dyta i mbushur plot me përgjegjësi. Përgjegjësi të cilat të trashëgojnë gjithmonë në jetë, derisa të kesh frymën. Pyetja e fundit që unë do ta kisha bërë është kjo: a mendoni që jeni të gatshëm dhe opozit e fuqishme për të fituar këto zgjedhje? Ti je në krye të opozitës, sigurisht që je gjithmonë i gatshëm të fitosh zgjedhjet, por ajo gatishmëri gjithmonë varet nga mbështetja që e merr poshtë. E ta është unë si shef i shtabit, jap sigurisht detyra vetma cakton të jesha në kontakt të vazhdueshëm me strukturat, në të gjithë infrastrukturën partijake që kemi, por edhe me qytetarët, dhe unë do të them që shumica e qytetarëve janë të gatshëm të na japin besimin ne. Ne do ta mbyllim me fjalën që thuhet gjithmonë fitoft më i miri, me shpresën që e ardhmja të jetë më e suksesshme dhe të kemi jetën më të bukur po në vendin tonë, se gjithmonë thonë guri i rënd peshon në vendin e vet. Dhe të jemi besnik të vendit tonë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tim, të falenderoj shumë që më respektove në këtë kohë kaq të angazhuar që ju keni, dhe vërtet jam shumë i lumtur dhe shpresoj që të jemi përsëri me tema të ndryshme, por edhe me lajme të gëzueshme për publikun më gjerë. Ju falenderoj ju për hapësirën që ma dhat në një format të një emisioni të këtillë që do të thoja që jam për herë të parë, domethënë të flas për veten në një pjesë private, në një pjesë publike. Të gjitha ato urata që i thatë ju u bashkangjitëm, domethënë. Edhe unë, dhe përveç asaj uroj edhe atë që të gjithë të angazhohemi çdo ditë e më tepër, pak më shumë se dje, për të bërë jetën më normale në një shtet ku shumë çka nuk është normale. Ju faleminderit. Të nderuar shikues, ishte gjitha kjo çfarë kishim përgatitur me mysafirin e kësaj dite. Takohemi përsëri. Ju faleminderit.